Më kujtohet kur ishim të vegjël, prindërit na sillnin Fanta, Coca-Cola, ëmbëlsira vetëm kur kishte festë. Ishte diçka shumë e veçantë. Ndërkohë, kishte edhe nga ata që ishin të pasur dhe që i konsumonin të ushqime në përditshmërinë e tyre. Dhe ne i shikonin me admirim sikur ata të kishin diçka që ne nuk e kishim, ndërkohë që në kryesat tona nuk mungonin as mishi, as perimet, as frutat, ushqimet më baze të shëndetshme. Dhe kështu filloi obeziteti në fillim në vendet e pasura dhe më saktë në klasat më të pasura, të cilat më vonë kuptuan që kjo nuk ishte e shëndetshme, dhe më pas u shpërnda obeziteti në vendet në zhvillim, në vendet dhe në klasat e varfra. E them këtë sepse kthehem në Shqipëri pas 16 vitesh dhe shikoj që për fat të keq Shqipëria po preket nga kjo epidemi. Pa gjykuar askënd, por vere që njerëzit po përtojnë gjithnjë më shumë të ecin 15-20 minuta, marrin makinën kudo, porosisin online, që ky është një problem shumë i madh sepse ushqimet që vijnë nga jashtë në përgjithësi nuk janë të shëndetshme, plus që mungon aktiviteti i bazë, ecja për t'i marrë ato. Do të vijë një moment që dhe në Shqipëri kjo mendësi do të ndryshojë, do të jenë klasat e pasura ato që do të jenë të parat, që makinat e tyre luksoze do t'i parkojnë dhe do të ecin për të blerë ushqimet e shëndetshme. Do të kuptojnë diçka, që luksi i vërtetë të shëndetit, i cili konsiston në dy gjëra shumë të thjeshta: lëvizja dhe ushqimi i shëndetshëm.